Një rëshqitje dherash e ndodhur si pasojë e reshjeve të dendura të shiut ka prekur ditën e sotme aksin e ri nacional Qukës Qafploç në afërsi të qytetit të Pogradecit. Ngjarja është regjistruar në orët e para të mëngjesit dhe ka sjellë bllokimin e njërës prej 3 korstive të këtij segmenti të rëndësishëm rrugor, i cili vetëm pak ditë më parë ishte inauguruar pas një kohe të gjatë ndërtimi. Sipas burimeve zyrtare, reshjet intenstive që kanë përfshirë zonën juglindore të vendit gjatë ditëve të fundit kanë ndikuar drejt për drejt në stabilitetin e masiveve shkëmborë, duke shkaktuar rëshqitje në fjalë. Tereni malor dhe i paqëndrueshëm në kombinim me mungesën e stabilizimit afatgjatë të shtresave të dheut kanë kontribuar në këtë situatë problematike. Autoritetet e mirëmbajtjes rrugore ndodhen aktualisht në terren duke punuar me mjete të rënda për të larguar inertet dhe për të rikthyer lëvizjen normale në të gjitha korsitë. Deri në këtë moment nuk raportohet për dëme materiale në automjete apo për persona të lënduar. Gjithsesi, lëvizja vijon me vështirësi dhe drejtuesit e automjeteve u kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në segmentet me rrezik. Rruga Qukës Qafploç, pjesë e një prej projekteve strategjike për përmirësimin e infrastrukturës në juglindje të vendit, u përurua zyrtarisht vetëm disa javë më parë, pas më shumë se një dekade punimesh dhe vonesash të shumta. Ky incident vej sërish në qendër të vëmendjes cilësinë e ndërtimit dhe nevojën për masa më të forta mbrojtëse. Ndërkohë parashikimet meteorologjike tregojnë se reshjet do të vijojnë edhe në ditët në vijim, çka shton rrezikun për rëshqitje të tjera përgjatë akseve të ngjashme. Autoritetet po monitorojnë nga afër situatën dhe kanë theksuar nevojën për bashkëpunim të qytetarëve, të cilëve u kërkohet të ndjekin udhëzimet e paralajmëruara zyrtare.